është e natyrshme të çdo analizë politike u bën një parti politike që i ka pas zgjedhjet kaluame e uron 10%. Tash bëhet mas këtyre zgjedhjeve bën më një herë zgjedhje pa ndodhur asnjë sen tjetër, vetëm se s'ka mujt më konstituu kuvendi, ai bjen prap. Është këtë natyrshme. Edhe ti nuk mundesh me shantazhu, ato që s'ka që me hup ma shumë, një deputet e kanë, një deputet e zgjedhen, edhe po donë me bën situatën si para 4 viteve kur ti ke qenë kali. Jo, tash jenë pëvarësh për një vote, për 2 votave, është këtë një tjetër situatë. Mas miri, kjo përshkruhet me atë anekdotën shembullin e Zogut. Zogu të flytëru ndimën, pes ftoftit bjen tokë, edhe gati me ngordh, kur vjen lopa aty, bën baglën, edhe mi Zogun, edhe Zogu fillon mundze, edhe me marrë vetën, edhe kur e merë vetën, janë nis me knu, me ciceru atë. Po, maca që lën afër edhe nin ato Zogun të knu, dhe shkon e kap edhe e hanë Zogun. Kushe Zogu, kushe bagla, kushe macja. Jo, cilat janë mësime për kësaj të regime. Jo në 3 parti për Jo, që ta spjegoj, dorim, veç pak. Dhe më thonë, një, mësimi parë është që jo çdo kush që baglon tyje, të ban keq. Këtë rast. Ata që kanë baglu në Kurtin, që janë opinionistat edhe opozita, nuk i kanë bo keq, i kanë bo mirë. Veç pak, opinionistat nuk baglojnë, profesor, se jetu shprej pak ma... Opinionistat janë tirur në studio për ta dhe mendimin dhe analizën e tyne. Pra janë... Kanë folë fjallë këshia për to. Me profesiona, jo, nuk kanë folë fjallë këshia, kanë analizu situatën që shka qenë. Jo, nuk është okej. Kanë analizu situatën... Pas mendimit të tyre. Po, jo, si pas analizave të tyne, profesionit të tyne edhe... Po jo, se nuk është shumë e thjeshtë. Po pëse duhet me folë mirë për diçka që nuk ka mirë me folë. Mirë dhe, po na po... Po jo, që mos e banalizojmë këtë nivel për panelin që janë në secilin studio, profesor, se... Apo kërkon me të shërru shembullin. Shumë shkurt. Veç mos... Ata që, do më thonë, thojza, kanë baglun to, i kanë bo mirë. E kanë mbajt në përqindje 42%. Se të kishin pak ma meqëm, të kishin kritikue, të kishin qas ma meqëm, ishë ra shumë aposht. E dyta, që është mësimi tjetër, jo çdo kush që të nëzërë për i baglet, të bënë mirë. Edhe treta, kur jenë bagël, më skna. E tash, që kjo, duke qenë në bagël, duke qenë në një situatë ku për 1 vota, 2 vota varet qeveria ti, mu silë në mënyrë aq arrogante, me ata me cilët do me bo koalicion, edhe me thonë plus edhe deputetit dhe të shko se s'ka problem se kemi bëllë vota, kjo është mërmoca. E përkrotin nëse cilën variant, nëse bën këtë çfarë do kompromisi me ta, e përkrot që të qose tina. Me nënë që është qosja duhun, që me thonë nëse i bën këtë kompromisit që pja lypin, ministra, komuna, edhe krejtë që to, a e kështë përkroni si qosje? Shiko, a i do të me zgjellë një qeveri, a tash, a e përkro, se përkro. Ti personalisht a e përkro, a del ka pjesa që po baglojnë për të vazhdimisht, a e përkro. Se s'ki qysh me përkro, kur është të bo kompromiset vazhdushme. Jo, a i nuk ka... Nuk është me pos përkroje për Kurtin, kur thët që nuk bona me Fatmir Limën, edhe me pos përkroje për Kurtin, kur bën koalicion me Fatmir Limën. Shko, ajo është aty për me bo politik, është për me bo kompromise, për me zgjidh situatën. Ama pëse, do të me konë Kurtin njeri cile e përkrotin, nëse për kompromise i kina pos krejta tjetë. Kjo ka ardhë veç me një premtim, që kom i plake, kom i rokat, dhe ke në opozit, krejtë që to PDK, LDK, organisma. Nëse që kjo njeri nuk është të i majtë fjallë të veta, që kjo politikan nuk është të i majtë fjallë të veta, ishtë dasht me apelu edhe të se unë që me ndëshku. Që që kena ndëshku partit në kalumë? Unë nësë me ndëshku se unë s'kam vot në parlament. Po ti kim dikem që të në studio televizive, në cëllën ngojnë shumë njerëz edhe në përsit cëllën studio televizive që shkon çdo ditë.
Po, e çka duhet me bëne? Ish dosh me kundërshtu, sot ish dosh me denoncu që Albin Kurti, për kundër krejt premtimeve, që nuk ka asnjë formë që është me bë koalicion me AK-n ose me Nismën, ky sot bën marrëveshje me Nismën. Po, Ish dosh me kundërshtu që ky me bë kompromise me minoritetet. Nuk është dosh me kundërshtu, sepse me bë kompromise me partitë politike që në parlament nuk është një gjë e keqe. Është një shkallësi. Ai kena kundërshtu na krejt çdo parti tjera bre, as kena thonë që është gabim që këta kanë formu komuna. Po ju i keni unë si më konë asnjëherë vetëvendosje. Pa keni qenë edhe jo pjesë. Ju, se unë nuk kam qenë asnjëherë në vetëvendosje. Po ka qenë pjesë në Aleancën për Bashkërinë e Kosovës. Po, absolutisht. Keni qenë shumë kritik. Edhe është ana morale politike ju. dëgjoj, nuk Ne kur kemi qenë me vetëvendosjen me AK-n edhe jashtë vetëvendosjes. edhe me AK-n. Qenë vazhdimisht kundër Asnjëherë na nuk kena thonë që nuk bashkëpunojnë me çdo parti. Asnjëherë, prej që është PSD-ja. Jo, kur keni qenë vetëvendosje keni thonë. Keni shoh, keni Prej që është PSD-ja. Ne ta jeni hin listë. Absolutisht. Keni ra. Është ki qose totalisht gabuar. Prej që është PSD-ja. A keni qenë Apo koalicion me Aleancën? bashkëpunim. Kena pos më ronë nuk po më E kam publik. Unë po të them, Sa kishën se vetëm na kemi qenë të hapur edhe na të hapur. Na kena kon gotin çdo zgjedhje me përkro opozitën. Keni qenë të hapur. Ti e kishin pjesë e vetëvendosjes. Po që Visar për tas jam pajtu dhe jam dalë. Citoj në vitin 2025. As jam ma pajtu. herë. Elbi vetëvendosjes. Edhe nuk marr përgjegjësi për vetëvendosjen se unë jam dalë për vetëvendosjen. Me u pas pajtu me vetëvendosjen kisha nejt me vetëvendosje. Unë jam dalë për vetëvendosjen. Unë jam subjekt politik i cili nuk ka fuqi të madhe elektorale. Ama i cili thot nëse opozita bashkohet, edhe nëse nuk e marr asnjë ulse deputetit, unë kam e përkrahur opozitë. Sepse menoj që Kurti është i rrezikshëm dhe është lider autoritar. Mirë po, nëse ti rrin mrapa fjalëve të Kurtit, edhe je përkrahas si Kurtit, qysh po lyp profa me qenë. Domethënë mos më fol veç fjalë këqija për Kurtin, mos më kundërshtu. Atëherë është dosh që kur Kurti bën veprime të tilla me kundërshtu. Deri në veç pak se unë tash kështë të fol fjallë këshia, po pavëcin për me... Mirë, po të njëjtën kohë the, analistat edhe partitë opozitore kanë baglu. Po, është një fjallë cila është e papranueshme në... Qëtë ka dzë ku kanë baglu. Se kur i kanë thonë, sot e kanë ngritë flamurin e Kosovës, atë nese s'ka me konë flamuri Kosovën veri, ajo është baglim. Jo baglim bi... Mundemi me gjeta shpejet tjetër pak atyrës, ba ndryshe. Bi shtetën e Kosovës. E kam pas mendimin ndryshe, profesor. E pa vend që ja ka mundësu atina me fitu ka vota, se të shkon opozita, edhe opozita ka po të njëtë nga bim, të shkon opozita që shukon në kohën e fushatës, edhe në to 4 vjetët më përpara, atëhere në tjetër situatë këshin, të shkon me kritiku aty ku ka dështu, e jo me gjelëzu aty ku atë pak sukses që ka pas. Problemi me opozitën është bashkë që temë. Opozita ka qenë e paguximshme me kundërshtu pushtetin bashkë në temën kryesore në cilën e ka bot domin më të madh në 4 vjet Kurti. Raportet ndërkombëtare. Absolutisht është gabim. Cila është marrëveshja që Kurti e ka arrit gjatë qeverisjes tina. Përpas asociacionit, cilën mund është me thonë që është e trashëgume për viti 2015, janë shtu 2 pika që janë tepër dëmshme në atë marrëveshje, që është edhe rezoluta 24 edhe arbitrazhi. Marrëveshja su realizu, ama mbetët detyrim që shi ka met Kurtit detyrim marrëveshja 2015-ës? Obre, në qatë marrëveshje është edhe njohja Kosovës brenda. De facto edhe de jure. A din që vetëvendosja ka kundërshtu asociacionin, pa që to 2 elemente. Po e di që ka kundërshtu